Transmetohet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli një ditë nga gruaja e tij Juwairia radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, derisa ajo kishte fal namazin sabahut dhe ishte në vendfaljen e saj. Pas një kohe, pejgamberi alayhi salatu wasalam u kthye dhe ajo ishte ende në atë gjendje në vendfaljen e saj. Në një transmetim tjetër ka ardhur se pak para gjysës ditës. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam po e pyet, a ende je në vendfaljen tënde kështu? Po i thot po. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot, kur kam dal prej teje, i kam thënë 4 fjalë 3 herë, sikur të peshoheshin me atë që ke thënë ti, do t'i peshonin, do më thonë do te i kalonin në vlerë, do të ishin më të ronda në peshë dhe në vlerë, se ajo që ke thonë ti, pra disa orë, ajo që ka thënë, me këto fjalë të shkurta që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilat ishin ato? Pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam tha, dhe ky mësim është shumë i dobishëm për neve, për umetin, dhe me të vërtetë jemi shumë të kënaqur, të lumtur që e kemi këtë hadith, që na mundson besimtarve, na mundson me mundi të pakët, që nuk të merr më shumë se sa 15 sekonda. Ky dhikr me pas vlerë më shumë se shumë orë të tëra, me atë që ka thënë nëna e besimtarëve Juwairia radhiyallahu anha. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, dëgjoj mirë këtë lutje, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Po e përsëris, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Edhe njëherë pasi që pejgamberi alayhi salatu wasallam tha 3 herë, ka thonë subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Çfarë do të më thonë këtë fjalë? Dëgjoni këtë kuptim kaq të bukur që e përmban ky dhikr, që i përmbajnë këto fjalë. Subhanallahi wa bihamdihi, i lartëmadhëruar është Allahu dhe falënderimi dhe lavdrimi i takojnë atij, sa aq adada khalqi, sa është numri krijesave të tij, subhanallah. Është para mendoni pak sa krijesa të Allahut ekzistojnë. Prej njerëzve, prej kafshëve, prej insekteve, prej zogjve. Vetëm Allahu e din numrin e tyre. E Allahu po thot këtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson këtu me u lut në këtë formë. Subhanallahi wa bihamdihi, aq sa është numri i krijesave të tij. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi, dhe aq sa është i kënaqur ai vet. Wa zinata arshihi, dhe aq sa peshon froni i tij. Allahu akbar. Dhe në fund wa midada kalimati, dhe aq sa është ngjyra apo boja për të shkruar fjalët e tij. Subhanallah. Këtë dhikr, vllai nderuar dhe motrë respektuar, mos e harron mëngjes. Edhe nëse e din dhe e praktikon, mësoj edhe tjerë në familje që ta praktikojnë këtë dhikr, i cili nuk merr më shumë kohë se sa 15 sekonda. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح